Dashnia nuk ka on-off. Dashnia nuk ka po dhezna po shkymna. O e don ose don. Kur ta dush një njeri të dashurit e më shtënja vitit në kry. Kur e don ti dikon, bëhet obsesion kry. Me çat menim që me flet me çat menim që mu çu. Ka të shkojsh në kështu shkon punë rrugës që me minutë çaj person, kështu bëhet diçka vetë ju mendja çka të çaj person. Je në shtan çetsin më të madhe truk dhimt, është një farë si lloj dhimte pozitive, është një farë sikleti, një farë stresi për çat person që ti e don me ndje, me pa, me shiju, nuk mundesh më nej pa i shkruar, nuk mundesh më nej pa i thirr, nuk mundesh më nej pa e pa, nuk mundesh më nej pa kontaktin me ta. Ç'kjo dashni, jo njerëz të me ty dashur, nuk është dashni ajo që po vini jo me do mesazhe e kena mirë, se e quajna mirë për të bëmi bashkë, tana mos nimis disa ku tërta mërta, jo aj tana mu po më lëndonë në po tërhjekna, tana aj kur po tërhjekët unë e pedu prape, aj kur tana kjo kur po tërhjekët pedon aj eksistilat fëmijëve të parashkollor, adoleshente, njerëz të me të dashur. Dashnia është e don, e akcepton, i tregon që pedon, që pendjen, e të tjera. Nuk është dashnia me lyt teza aty. Jo po du, po jo s'po du, jo pak e po jo shumë, jo nashta po jo pa nashta. O e don ose do dy sene janë. Kështu që leni këto pallavra, mos shihni ëndra me syçil. Një njeri që don ai edhe të kushton rëndësi. T'jap vëmendje, ta tregon dashnin ndjesin që e ka. E nuk lun si moca mini me ty. Kështu që leni këto sene, mos shihni ëndra me syçil. Bënon vetëdijshëm, zgjedhni personat, ata që e dini ju fort mirë. Doni me ditë vetë çka meritoni, doni me ditë vetë çka doni në jetën e juve dhe çka nuk doni, çka nuk akceptoni. Kështu që besoj që jam e qartë, e binduni në Zot që gjithçka në kohë veç dashni nuk është një lidhje on-off. Herë dhezët, herë shkrimet, aja dashnisë është. Aja është varësi emocionale edhe pak ka të bëj me ego të prune, me këqyrë se deri ku mundesh me arrit ai person. Kështu që dalloni sen.